Shëndetje njës të dashur, për shëndetje. Këto janë makaronat që unë bera me krem asparagji edhe me karqof. Këto ishin makaronat që unë bera para 3 dite, më falin se unë nuk e kam edhe recetën. Këtu kam ngrirë gjysmë kokër qepe, si që shikoni, kam shtuar vajin e ullirit, po shtoj dhe qepën dhe t'i skuq. Këtu kam shtuar dhe karqofët, i kam prerë në copat vogla, i kam marrë vetëm zemrën, edhe ja, si që po shikoni që po i skuq bashkë me qepën. Do të marrë një ngjyrë të bukur, si qepa dhe karqofët. I kam shtuar edhe 100 gram mish të grirë, jo shumë, se normal do t'i shtojmë pastaj edhe kremin e asparagji, unë nuk e di qysh i quajnë shqip dhe më i kërkojnë ndjes. Tu i kam shtuar pak fare domate dhe 6 kokra ullim vetëm sa për shije. Këtu i kam shtuar 1 gotë verë, edhe i kam lënë që të zjejnë me verën derisa vera të avulloj. Dhe ku janë gati, duan edhe pak, si që shikoni, unë i trazoj shpesh, që të marrin shije të gjitha nga edhe këtu. Edhe këtu, si që po ju thoshja, po e asparagji i kam zjerë, edhe do t'i grij që t'i bëj krem. Dhe ja ku janë gati dhe po marrë dhe disa karqof nga degani që t'i grij bashk. Edhe i kam shtuar dhe një mozzarella në copza, pasi e kisha ngrirë ato i asparagji. I griti gjitha bashkë edhe formoj një krem si punë e kësajta. I le edhe 5 minuta që të marrin shijen të gjithë përbersit me gaz të ullët. Edhe ja ku e kemi kremin gati, doli fantastik për zotin. E provoni dhe sa më shumë gjera t'i hedhësh makaronave, aq më të shijshme dalin. Këtu kam hedhur makaronat për të zier, kam hedhur 450 gram makarona dhe ja këtu ishin gati. Tani i përziejmë të gjitha që të marrin atë shijen e tyre. Edhe ja ku ishin